Në kuadër të festave të nëntorit, shoqata Ardhmëria në Londër organizoi një aktivitet të veçantë kulturor ku u bashkuan komuniteti shqiptar për të nderuar gjuhën, historinë dhe identitetin ton kombëtar. Eventi u nderua me pjesëmarrjen e ambasadorëve Uran Ferizi, ambasadori i Shqipërisë në Mbretërinë e Bashkuar, dhe Ilir Kapiti, ambasadori i Kosovës në Angli. Këtë ditë pavarësisë, gjithë festojmë. Festojmë flamurin ton, festojmë gjuhën ton, kulturën ton, për cilën ne jemi krenar, ne duhet jemi gjithmonë krenar. Për të rëshur, gëzuar festën, ju bashkëm gjithë për të mirë. Unë dua ta kujtoj këmërinë time, ku ne flamurin sipër të qëndron, e manim në shtëpi, mi po që jatani po valon gjithandej ku ka shqiptar. Kjo do atë për neve shënon edhe një ditë të rëndësishme, ku komandanti legjendar Adem Jashari do ta feston të nesër 70 vjetorin e lindjes së tij. Edhe në manë ndihemi të privilegjuar që kemi mundësi të përfaqësojmë shqiptarët në Mbretërinë e Bashkuar. Mirë po dua ta ceki që unë gjithmonë them që më ambasadorin e ju, si sa që ne vim dhe shkojmë dërsa ju mbeteni këtu. Ju jeni ata që çdo ditë me punën e ju, me veprimet e juaja, e bëni të lumtur gjithë kombin shqiptar. Të pranishëm ishin gjithashtu figura të njohura të komunitetit shqiptar, ndërta edhe Lavdrim Krashi, ishte deputet i Kuvendit të Shqipërisë, i cili përshëndeti këtë nismë të rëndësishme për ruajtjen e identitetit në diasporë. Atmosfera u gjallërua nga nxënësit e shkollave shqipe në Londër, të cilët sollën një program artistik me këngë, valle dhe recitime patriotike, duke e kthyer aktivitetin në një festë të vërtetë krenarie kombëtare. Shoqata Ardhmëria, e themeluar nga Lutfi Vata, është sot një model e suksesi në diasporë. Fal punës edhe përkushtimit të tij janë hapur 26 ambiente mësimi, shkolla të gjuhës së shqipe në qytete të ndryshme të Anglisë, ku qindra fëmijë shqiptar mësojnë gjuhën amtare dhe trashëgiminë kulturore.